krejt do me thonë unazat që i kam, kur asnjëne se kam under 5 carat diamond. Nuk është asnjëna nër 5 karat diamant. Gjaja më e parë që dyert s'kisha mendu është dy gjana. E para është në diamant. Prej qiragjive, për momentin, fitimin e kam 33.000 deri në 36.000 mujore. Po për mu nuk jam ballë. Unë e du me arrit a qëllime 100.000. Fustani nuk më bën mu, po unë e baj fustani. Sot ka kushtu fustani, po më intereson me ditë më tepër përmendje që e ke ble atje. $48. Në Amerikë më shku në zero. E ka hedh dikush në shport bërllogët, kemi dalë me ecë, e ka marrë mami, 3 herë ma ka pastruar jakne edhe ku mbesh. Sa është filloreta që ka qef nështë ta me një luksin? Ose atë pëlqen kjo jeta e luksit? Ose arrinte me bo luks për vete? A mund është me ndo ko për vete? Luksin gjithkush e don botë, po kam gjana shumë expensive, po kam edhe gjana, me tregu drejten, me Fashion Nova ku marrë sot në emision. Edhe proudly can say, fustani nuk më bën mu, po unë e baj fustani. Sot ka kushtu fustani, po më intereson me ditë më tepër përmendje që e ke ble atje. $48, $50, Okay. Proudly. Po kam gjana shumë që shpenzoj. Në qka shpenzon, po më intereson, që e bashkë një gjë në gjana, për shembull, se ti e përmendë dhe majerët diamantat, dukatin, e përmendë tash edhe veturën, po qka e në diçka që ti nuk menon 2 herë nëse do me ble qatë sen? Gjaja më e parë që dyert s'kisha mendu është dy gjana. E para është në diamant. Kur shkoj, a i ka, nuk, krejt do me thonë unazat që i kam, kur asnjëne se kam under 5 carat diamond. Nuk është asnjëna nër 5 karat diamant. Kështu që hyn dyqan, më pëlqen, e marr, u kry. Në diamanti është një gjaja parë, gjaja e dytë është në Louis Vuitton. Kur hin në Louis Vuitton, veç e marr çka më pëlqen edhe dal, pas pare si jap. Po overall, nëse më pëlqen një gjë edhe më vol marr, në majar, edhe e ble pas pare si japi. Se nuk është e thane çka ke vesh, është e thane kush e ka vesh. Okej. Besoj që këtë qëta që janë të narqyrë, janë të dashme të abuat pyetjen se qysh me u bu edhe na të suksesshëm, qysh arrihet suksesi? Suksesi është gjithmonë fillon me vetbesimin. Tani, you have to believe it, ti dush me besu, duhesh me ndru, then you have to achieve it. Nëse ti s'ke besim, nuk mundesh me ndru. Po nëse ti nuk e ndran, ti nuk mundesh me realizu. So, you have to believe it, dream it, then achieve it. Nëse këtu të rria i ki, edhe you are humble and you are hungry. Edhe kur mos e bo vetën, mos e kraso me askan. Ti je vetvetja, edhe gjithmonë pas pare mos i jep çka thojnë tjerë. Bano vetvetja, edhe puno, edhe nëse është prej zeros, se unë për veti në Amerikë më shku në zero, unë e majnë men, jakënën, në senior year, në vitin e 4, mami jam, midis, do me thonë, e ka hedh dikush në shport bërllogët, kemi dalë me ecë, e ka marrë mami, 3 herë ma ka pastruar jakëne, edhe ku mbesh. Kjo ka qenë 1999, kur e më shku në Amerikë. Po, sot, kur e ndajën e këtë tregim me shoqet e mia, ato nuk besojnë. Bas një dinar kemi shku në Amerikë. Po sot ja ku jeni? Sot jam kush jam. Do me thonë pyetja jam që po du me ta bo për fond, se veç kemi arrit e fundi është se me krejt tot ardhna, çka i ke arrit me i akumulu deri me tash. Nëse me një ditë zgjohesh edhe thu që po du me lëm punën, s'po du me punu, është mjaftueshëm çka kam bu deri me sot, sa ku kish mujt fillorita me jetu me çato të ardhna që i ka deri sot? Lifetime, edhe muj me thonë që edhe fëmija muj me gëzu atë trashëgem. Po, unë 43 vjeqare jam, unë gjithmonë kam qëllime në jetë. Gjithmonë I plan my life. Plani im është që, këto e këmë thonë dhe në për intervista tjera, edhe e kem proudly say again, qëllimi im është që mi bo 50 prona private të mijat në Amerikë, ose 50 vjetë që t'i baj. 44 i baj me 10 prill, cilat jema për para që I want to retired. Gjdo kush jeton me një goal, po nëse i boj 50 prona në Amerikë, fitimin e kam $100.000.
nga qirajat në mujt. Që kam vinë mu Amerika? Kur gja. Une Prishtinën e kam Vegas, 20-24. Për momentin, 90 prona i kemi në Amerikë, ku njënën prej tyne, masi që shkoj të martën Krismetu me shku, njëna prej tyne shitët, po donë zoti 20-26, qëllimi më është mi bjedhet. Që do i nalli, do i shes, up and down. Po nëse mjetë fitimi ma shumë se 100.000, pa tjetër e shes. Kështu që prej 19 pronave që i kam në Amerikë, 14 prej tyne janë aktive me qëra. Prej qëragjive, për momentin, fitimin e kam 33.000 deri në 36.000 mujore. Po për mu nuk jam balë. Unë e du me arrit a qëllime 100.000. Unë edhe me ato 33.000 muj mu së ty sot në Kosovë, ose 36. Po, jo, nuk jam ready, like, personally ready. Po, nesër mas nesër kur ti marrë 100.000, ajo është qëllimi e me bo. Qëllimi e më është që ato 50 prona, që parja me punu për mu, jone me punu me për pare. Shumë njerëzit thojnë, po ka njerëzit biliona. Me të vërtet ka njerëzit biliona, po gjithmonë njeriu jeton me ato qëllimet e tua. Pas vdekjes të babit, ku më thonë vetë vetës që edhe vdekja po egzistoj kja. Kur më vdeki babi, asni kur gjasë mërë me veti. Edhe une, 2 milion diamantin, dukatit, gjana, tollat, këtë 2 milion për mbrapa. Po du me shiju sa jam young, jo kur vdes.